ceremoni dekorimi në urdhrin suprem të Shqiponjës, në urdhrin e Skënderbeut dhe në urdhrin e Lisit Akademik. Presidenti i Republikës, kryetari i urdhrit suprem të Shqiponjës, i urdhrit të Skënderbeut dhe i urdhrit të Lisit Akademik, me propozim të kryeministrit, dëgjuar kolegjin e urdhrave dhe medaljeve, ka dekoruar me dekretin numër 198, datë 8 prill 2026, kalorës në urdhrin suprem të Shqiponjës, zotin Gentian Toshkëzi. Me dekretin numër 199, datë 8 prill 2026, kalorës në urdhrin e Skënderbeut, zoti Lorik Cana. Me dekretin numër 201, datë 8 prill 2026, kalorës në urdhrin e Lisit Akademik, zonja Klarita Gërgjani. Me dekretin numër 202, datë 8 prill 2026, kalorës në urdhrin e Lisit Akademik, zonja Shqiponjë Telhaj. Gjithashtu, Presidenti i Republikës, kryetari i urdhrit të Skënderbeut, me propozim të kryeministrit, dëgjuar ministrin për Europën dhe punët e jashtme, ka dekoruar me dekretin numër 196, datë 8 prill 2026, oficer profesor doktor Markus Schumann. Me dekretin numër 200, datë 8 prill 2026, kalorës zotin Anders Lindberg. Zoti Gentian Toshkëzi, e ftoj të ngjithet në skenë, kalorës me urdhrin suprem të Shqiponjës, në vlerësim të meritave të veçanta të fituara në lëvrimin breslënës të shkencave mjekësore dhe praktikave më bashkohore në neurokirurgji, në shërbim të shumë komuniteteve, si edhe për kontributet e çmuara shumë vjeçare në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.